drejt online deputetit të Partisë Socialiste, zotit Erion Malaj. Zoti Malaj, mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma, kënaqësi për mua. Atëherë, pak ditë pas miratimit të Ibarit, ngjarja më e rëndësishme e javës ka qenë mbledhja e konferencës së 8 gjërqeveritare në Bruksel, duke shënuar kështu atë që u cilësua një hap para në procesin e negociatave të antarësimit. Pra, zyrtarisht Shqipëria ka hyrë në atë fazë që është edhe vendimtarja, ndoshta më e vështira e negociatave me Bashkimin Evropian, sepse ka shumë detyra edhe shumë gjëra për të përmbushur. Po, në fakt, do t'i përgjigjem se pyetjet tuaj me dy mënyra apo me dy terma, në terma teknik dhe në atë politik. Për sa i përket termave teknik, patjetër që konferenca ndërqeveritare ishte treguesi më i qartë, pra se aktualisht Bashkimi Evropian nëpërmjet asaj konference konfirmoi zyrtarisht atë që ne kemi thënë prej vitesh, që tashmë Shqipëria ka hyrë në fazën përmbyllëse të negociatave të antarësimit. Ne e prisim këtë moment, kemi kohë që e themi që do të arrijmë në këtë moment. Fatkeqësisht u komentua dhe u diskutua gjatë pa ndonjë arsye specifike, duke shpikur edhe bllokime, shkyrje apo gjëra të tjera të cilat nuk i bëjnë mirë procesit, sepse ky është një proces që shërben mbar vendit, por edhe të gjitha partive politike, sepse nuk ka asnjë parti politike në Shqipëri që nuk e ka në programin e saj aderimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Prandaj edhe në terma politik, ajo që mund të them është që Shqipëria tashmë nuk është më në fazën a do të ecë më përpara, por në fazën se sa shpejt dhe sa seriozisht ne e kemi përmbylljen e këtij procesi. Pra është një moment shumë i rëndësishëm, është një moment shumë i vështirë, është ndryshim i madh edhe në perceptimin Europian ndaj Shqipërisë, prandaj duhet të ngrihemi si forca politike të gjitha bashkë me partën majorancë që kemi për detyrë, për të gjithë tjerët të ngrihemi në nivelin e duhur që të përballemi me mbylljet negociatave që tashmë kemi nisur.